Lidhja e vajzës së ish-ministres Malinda Bregu me milionerin Klevis Hoxhosmani u bë lajmi i ditës, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Angli. Sipas prestigjoses Daily Mail, asetet e pasurisë së Klevisit kapnin vlerën 300 milion pound, ndërkohë që jeta që bënte 37 vjeçari me vajzën e ministres ishte tejet luksoze. Mjafton të kujtojmë nga fotot e shkrepura në Monaco se vetëm çanta e dorës së Keida Ayazit kushtonte 20.000 euro. Megjithatë, arrestimi nga SPAK i dhëndrit e Malindës ka tronditur thellë familjen e tyre, edhe pse vajza e Malindës është shprehur se do ta presë të fejuarin deri në momentin që çështja e tij të gjejë zgjidhje në dyert e gjykatës. Por një tjetër lajm i keq sot ka qenë për Malinda Bregun, sepse dhëndri i saj ka patur një problem shumë të madh në burg. Mësohet se SPAK ka ushtruar një kontroll të befasishëm në qelinë e burgut ku është Klevisi. Gjatë kontrollit, skuadra e specializuar e SPAK i ka gjetur atij një iPhone 17 dhe ja ka sekuestruar së bashku me të gjitha bisedat dhe video që kishte brenda. Kjo situatë ka rënduar pozitën e dhëndrit të Malinda Bregut, e cila tashmë duket e pafuqishme për ta ndihmuar partnerin e vajzës së saj në këtë situatë të vështirë që ndodhet.